Alianca për Shqipërinë madhështore, ky është emri i koalicionit Partisë Demokratike. Zoti Noka, si e kuptoni ju Shqipërinë madhështore? Çfarë i duhet Shqipërisë për të bërë madhështore tani? Si mendoni? Shqipërisë që të bëhet madhështore, i duhet që të ikë narkoregjimi. Zoti Akiti. Do të thënë të bjerë dramat aty. Po. Shqipëria është vendi i vetëm në rajonet e mëgjerë që ka të gjitha resurset, ka mal, ka det, ka mal buzdetit, ka det buzmalit, ka prodhime minerare për sipërfaqe që ka, i ka rekord botror, ka të gjitha mundësit. Shqipërisë i mungon vetëm një gjë, që Shqipëria të bëhet madhështore. I mungon vullneti politik. Vullneti politik është ai që e ka mbajtur peng Shqipërinë në këto 12 vite. Ku është Shqipëria sot? Ku janë rrogat dhe pensionet në raport me 2013-ën? Ku është integrimi në BE në raport me 2013-ën? Pra, që se do ku është rendi dhe siguria? Jo, këto do të thuash që se do kemi pyetje më të rëndësishme më pas. Pra, që të bëhet madhështore Shqipëria tu aty, i ka gjitha resurset vetëm i mungon vullneti politik. Pa ikur Edi Rama nuk bëhet. Duhet një vullnet politik që ta bëjë Shqipërinë madhështore. Jo një vullnet hajdutësh dhe bandash. Ka që shumë e bëhet madhështore tu aty, po ka qenë ndonjëherë madhështore Shqipëria flamure. Po. Kur? Po, Ylli. Kur qeverisë ju? Po, Ylli, një Shqipëri që ishte e lënë pas dore dhe u antarësua në NATO, është akt madhështor ky. Shqipëria traktatit Varshavës të futet NATO. Te mos e thuaj se mos larg qoftë fiton ky pas 3 muajsh dhe të antarëson edhe në BE, se BE-ja s'ka ç'bën tani, do t'i mbledh. Prit, jo, mos ngut. Do t'i mbledh dhe këto vendet dhe pastaj nuk e dëgjojmë dot. Do ta them unë. Një Shqipëri që rrinin shqiptarë që rrinin dyer ambasadash, një lloj si para dyerve të getove, dhe që u liberalizuan vizat, është madhështore kjo. Një Shqipëri që u dyfishuan rrogat dhe pensionet, është madhështore. Okej, të ndjekim me Sali Berishën. Një Shqipëri pa ndjekur, pa futur një gjë me Sali Berishën, ky nuk të ndalon. Një Shqipëri që të ndjekemi sinkron me doktorin tani. Dakor, patjetër. Futet sinkronin. Ne kemi deklaruar qëndrimin ton dhe kemi ftuar të bashkohen me ne të gjitha ato forca politike që sot konsiderojnë Edi Ramën të keqen më të madhe për Shqipërinë dhe e kemi quajtur këtë një bashkim për kauzën kryesore dhe kjo ka ndodhur. Në këtë koalicion vërtet Partia Demokratike ka dhënë 8 vende në listat e mbyllura të garantuara, por demokratët dhe mbështetësit tanë duhet ta dinë se këto 26 parti në tërësinë e tyre përfaqësojnë herëherë edhe 1/3 e elektoratit shqiptar. Pavarësisht se të marra veças janë parti me modeste në votat e tyre, por të marras bashku kanë një elektorat qindra mijëra votash. Dhe u them se kjo është një fitore e vërtet e koalicionit e aleancës për Shqipërinë madhështore. Pra, doktori foli tani për koalicionin që ju keni bërë. 26 parti. Mos janë shumë flamur. Nuk pada kohë se do t'ishën bërë edhe më shumë. Janë edhe, se janë shumë, kaq shumë në Shqipëri. Tani, jemi në një rrugtim drejt fitores dhe aty do t'i bëjmë shërbimin çdo vote, jo më çdo forcë politike. 10 vota, 10 vota. Doktori sa janë 1/3, jo 10 vota mos i thuaj ti se do të dalësh jashtë dhe ato të bjerë me shpull ai. Jo, se ai thotë këto parti kanë 1/3 e votave në Shqipëri. Pra qindra mijëra vota. Kështu tha doktori? Po pra ashtu është, po nuk. Nëse ka gënjur doktori, thuaje. Ylli, nuk më kuptove. Jo, një sekond. A mund të më thonë konkretisht si këtë janë këta aleatë që kanë kaq shumë vota nga aleatët? Do t'i nxjerrim dhe aleatët tu dhe t'i shohim? Ylli, nuk do harxojmë kohën për emra, po më dëgjoj. Jo, do t'i shikojmë në ata një pjesë. Se ata ju kanë marrë, pastaj i mori Luli një herë, dhe t'i futi ike ti nga parlamenti. Ti mori Luli dhe t'i futi aty Jaku ike. Urdhërotane. Ylli. Jeni sheri, ka se a ishte partisë... Po të kishim pak më tepër kohë, zoti Ylli,
Jo, do kemi do të kisha, jo këtu, do të kishim bërë edhe një koalicion edhe më të madh se kaq. Po kush mungon atje? Ka dhe partit tjera që mungojnë. Kush? Ka dhe 4 partit cilat i kontaktova, por që nuk ishin atë ditë në Shqipëri krerët e tyre dhe nuk kanë qenë jashtë. Tani. Pra, çfarë është historia? Ne jemi, siç e thash, kemi ndërtuar një koalicion për të ecur drejt fitores. Nuk neglizhoj dhe nuk përbuz as edhe një vot shqiptari. Shumë mirë. Ne, më fal, në rast të se në 2013 Edi Rama eci me moton qelpsirat të gjithë vendit bashkohuni për të rëzuar Sali Berishën, ne kemi një moto tjetër. Aktor, faktor, kontributor, antar të shoqërisë civile, çdo njeri që don të rrëzojë këtë regjim, e ka derën hapur, është mirë pritur të eci për të rrëzuar regjimin. Në atë kohë ishte mënyrë tjetër e matjes së votave. Pra ishin koalicionet atëherë dhe ti kuptoje se sa vota kishte secili prej faktorëve të koalicionit. Tani, në vitin 2019 ju lat mandatet. Nuk po hy diskutimit ishte drejt apo e gabuar, sepse në fund të ram dakord që ishte gabuar, por skema ishte tillë që ne heqim dorë nga mandatet dhe largimi i deputetëve të PD-s nga mandatet dhe çdo njeriu tjetër që ishte në listë do pamundësonte jetën parlamentare, do shkrihej parlamenti, do shkonim në zgjedhje. Kjo ishte skema. Po. Këtë skemën tash e prishën deputetët e tjerë në listë. Mes tyre janë ja 7-8 që i kemi në këtë fotografi. Po. Koalicioni kur krijohet nuk është thjesht një koalicion mbledhje matematike numrash. Ka dhe frym, ka dhe moral mes. Tani si do të justifikosh ti në grupin e gjithë individëve të Partisë Demokratike që kanë hyrë në primare, kanë garuar, të tjerëve si unë, si Ergysi, si dikush tjetër që kërkon që ky regjim të rrëzohet dhe të vi një forcë tjetër, si do i thuash atyre që këta që na prishën gjithë skemën, që mundësuan që Edi Rama të prishte koalicionet, të prishte rregullin zgjedhor dhe të rrinte edhe 4 vite tjera në pushtet, ne tash i prap duke i mbledhur këta, do tentojmë të rrëzojmë Edi Ramën. Ta them unë. Çdo njeri prej antarëve të koalicionit është 10 herë më lart moralisht dhe më i moralshëm se çdo horr, bandit, ministër apo deputet i Edi Ramës deri lindjes. Po të gjithë këta votuan që të pamundësohesh koalicioni zgjedhor. Të lutem ta mbaroj. Ne jemi forcë politike që synojmë dhe po ecim drejt pushtetit. Ne nuk kemi gjykat që të bëjmë gjyqjen e veprimit të partive atë individëve që kanë bërë përpara. Veprimi politik gjykohet ose po spati gjykim të veprimit. E kemi gjykuar dhe kemi rezultuar që ai veprimi jon ishte gabim. Iku pjesa e gabimit. Ta mbaroj tani. Por nuk do ishte gabim nëse ta nuk do shkonin në parlament. Të lutem. Nuk do ishte gabim.